Në tregjet e fruta e perimeve të Shkodrës nuk mungon furnizimi me prodhime të shumta e të larmishme, por për pensionistët çmimet e produkteve të përditshme janë të larta për pasojë të papërballueshme me të ardhurat që marrin. Sipas tyre, paga pensionit nuk mjafton as për nevojat bazë të përditshmërisë, si përballimin e ushqimeve, barnave dhe shpenzimeve të tjera jetike. Çmimet shtrejta janë për ne. Unë 120.000 lekë marr pension. Për ne janë shtrejta shumë, me fol drejtën. Edhe burrin e kam invalid me pension, me e kanë hekur invalidin e kam me pension keq. Çfarë më thon ti të gjë? Keq as bëllë kaloj. Burri merr 200.000 lekë tash apo, unë marr 120.000 lekë. Unë mos bëni kur gjë se marr ilaçe. Unë marr 150.000 lekë ilaçe për DD, edhe ecë me kursim ku janë gjërat më të lira shka i blej. Për pensionistët, për faqe të zezë janë më. Çka kanë më uana. I ka që duhen edhe këtyre. Blejmë ka pak. Tregu është plot, po është problemi se çmimet nuk janë fort niveli. Për pensionistët është shumë e lodhshme, po me të rrejtë. Me të them drejtën kështu gjithmonë flas si qytetar. Mandej është një stres njerëzish që i përballojnë edhe marrin gjithçka. Çmimet për pensionistët zvan. Për pensionistët duhet me shëti 3 herë fushën me gjetë me 100 lekë ma lirë. Kjapsht. Por, edhe pa ta sponsorim. Duhet me mënyra do të ishte pensionistave minimum. Kërkeset e përbashkëta të pensionistëve është që qeveria të rishikojë politikat sociale dhe vlerësojë me më shumë realizëm vështirësitë ekonomike me të cilat përballen këto shtresa. Ato theksojnë se qeveria duhet të kuptojë realisht gjendjen e tyre dhe të ndërhyjë me një rritje të ndjeshme të pensioneve, rritje reale që ka në bazë vlerësimin të kushteve të tyre ekonomike.